gjithashtu edhe ish deputete. Do tjetë në këtë çast në komunikim të drejt për drejt, kolega Razila Muslimaj, të cilën e kam në këtë moment. Razila, të përshëndes nëse ka filluar mbledhja, të lutem na bëj të ditur, edhe çfarë pritet pikërisht në këtë mbledhje. A ishte gjithashtu prezente edhe zëvendës kryeministri Balluku? Përshëndes Ermal, mbledhja ka filluar vetëm pak çaste më parë dhe fundi që ka mbërritur është zëvendës kryeministri Belinda Balluku, një herë edhe drejtuesja politike për Tiranën, për zgjedhjet e Bashkisë Tiranës, pasi zonja Balluku emërua si drejtuese politike pikërisht në kohën kur socialistët po përgatiteshin për zgjedhje në këtë bashkim. Megjithatë, vendimi i gjykatës kushtetuese 2 ditë më parë ka ndryshuar tërësisht dinamikën e ngjarjeve. Kryeministri Edi Rama ka thirrur në selin e Partisë Socialiste deputetët e Bashkisë së Tiranës, deputetët e zgjedhur të Tiranës, po ashtu edhe ish deputetët dhe të gjithë shtabin elektoral, themi kështu, atë që ishin angazhuar për organizimin e këtyre zgjedhjeve, madje kishin filluar takimet e fushatën për zgjedhjet e parashikuara fillimisht që do të mbaheshin bashkë me 5 bashkitë e tjera në 9 nëntor. Megjithatë, vendimi i gjykatës kushtetuese që i dha të drejtë Erion Veliaj dhe riktheu atë në detyrë, duke rrëzuar vendimin e qeverisë për ta shkarkuar kryebashkiakun Erion Veliaj, solli pikërisht këtë mbledhje që po mbahet aktualisht në Selin Roz. Mbetet ende e paqartë se cila do të jenë udhëzimet që kryeministri Edi Rama do t'u japë të tive në këtë situatë që ndodhen aktualisht, në një situatë jo fort komode, jo vetëm për faktin që Bashkia e Tiranës nuk do të ketë zgjedhje, por për faktin se nuk dihet se sa do të zgjas ngërçi ligjor dhe institucional me Erion Veliajn për t'i hapur rrugë zgjedhjeve të reja në një tjetër moment. E pikërisht për këtë arsye, kryeministri Edi Rama një ditë pasi gjykata kushtetuese dha vendimin duke rrëzuar qeverinë dhe vendimin për shkarkimin e Erion Veliajt dhe duke dhënë një vendim në favor të kryebashkiakut, bëri një reagim në Twitter për herë të parë duke komentuar këtë vendim dhe duke i kërkuar në vija të përgjithshme, po citoj kështu reagimin e kryeministrit Rama, duke i kërkuar gjykatës kushtetuese që të veprojë dhe të lirojë Erion Veliajn, pasi do duhet të prevalojë interesi i qytetarëve të Tiranës për t'u qeverisur nga një i zgjedhur me votë dhe do duhet të shkojnë përpara punët e bashkisë, pasi siç e ka theksuar kryeministri Rama në disa dalje të tij publike, e madje në fakt që nga 11 shtatori kur inicioi publikisht shkarkimin e Erion Veliajt duke vënë lëvizje Këshillin Bashkiak, tha se Tirana nuk mund të presë më dhe do duhet të drejtohet nga një i zgjedhur vendor, pasi punët dhe administrimi i qytetit nuk është në pozita të mira dhe ka filluar të krijojë ngërçet e saj, pasi Erion Veliaj po bën tashmë 8 muaj në mungesë dhe Bashkia e Tiranës drejtohet nga nënkryetaria e bashkisë. Do të presim cilat do të jenë udhëzimet që kryeministri Edi Rama do t'jap, apo plani, objektivat strategjike të kësaj force politike për qytetin më të madh dhe për kryeqytetin e vendit, bashkinë më të madhe të Shqipërisë, pasi sigurisht i gjithë interesi do të jetë tek hapi i radhës që do të ndërmarrë kryeministri Rama, kryesocialisti, sa i takon administrimit të kësaj bashkie. Nga ana tjetër, edhe sa i takon Ermal pozitave për shkak të marrjes së pandehur të zëvendës kryeministres Belinda Balluku, e cila është njëkohësisht edhe drejtuese politike dhe i delegoi punët e bashkisë, sigurisht që edhe këtu ka krijuar ngërçin e saj. Ndërkohë mbetet padyshim me interes të lartë për të mësuar nëse do të ketë një komunikim në raport me këtë çështje sapo ju prekët, por gjithashtu në përfundim se jo ndoshta edhe ju në terren mund t'i merrni një reagim mbetet për të parë. Megjithatë ka patur një tjetër lëvizje në krahun e qeverisë për të cilën doja që ndaleshim në këtë çast në raport me shkarkimet, por edhe me emërimet. Me çfarë kemi të bëjmë konkretisht? Është mbledhja e përjavshme e qeverisë që zhvillohet çdo të mërkur, duke qenë se qeveria e re, qeveria e katërt e Edi Ramës ka nisur punën prej pak kohësh, sigurisht që edhe emërimet e zëvendës ministrave apo rikonceptimi i kabinetit dhe i zëvendës ministrave sigurisht që ende nuk ka përfunduar dhe bëhet fjalë për emërimin e 2 zëvendës ministrave të rinj, është Armela Baka, e cila është emëruar zëvendës ministre e arsimit dhe ka zëvendësuar në këtë detyrë
tyre Ndrit Hoxhën, i cili është shkarkuar nga posti i zëvendës ministrit të arsimit, dhe po ashtu është liruar nga detyra edhe zëvendës ministri i ekonomisë dhe inovacionit Sokol Duma, dhe në vend të tij është emëruar Martin Kajo. Lëvizje ka pasur edhe në nivel prefekturash, janë për 2 ndryshime, në prefekturën e qarkut të Shkodrës dhe në prefekturën e qarkut të Gjirokastrës. Sa i takon prefekturës së Shkodrës është liruar nga detyra Majlinda Agoni, prefektja e këtij qarku, dhe është emëruar Holta Duda si prefekte e re e qarkut Shkodrës, ndërsa në Gjirokastër është liruar nga detyra Odise Kote dhe është emëruar Albana Asana. Këto janë qenë disa nga vendimet më të rëndësishme të mbledhjes së qeverisë ditën e sotme, e cila duhet thënë erdhi pas 2 zhvillimeve të tjera shumë të rëndësishme, siç ishte konferenca me ambasadorin Silvio Gonzato dhe më pas një tjetër mbledhje që kryeministri Rama mbajti në godinën qeveritare me krerët e grupeve, krerët e komisioneve parlamentare që drejtohen nga socialistët, kryetarin e grupit parlamentar, kryetarin e kuvendit dhe po ashtu ministri e shtetit për marrëdhëniet me parlamentin për të diskutuar pikërisht për projekt buxhetin dhe ecurinë që do duhet dhe vëmendjen që do duhet të ketë procesi integrimit evropian në kuvendin e Shqipërisë. Mirë Zela, ne do të jemi sërish së bashku nëse mbledhja do të përfundojë shpejt edhe për të ndarë të tjera detaje, ndërkohë unë të falenderoj për raportimin